Dytë në Kosova Today, një ngjarje që ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë ka ndodhur në Ferizaj. Një 16 vjeçar dyshohet se sulmoi me thik 2 qytetarë dhe më pas u përplas edhe me policinë duke i sulmuar zyrtarët me gur, mjete të forta e gjithashtu edhe me thik. I mituri është ndaluar për veprat penale vrasje në tentativë dhe sulm ndaj personit zyrtar, ndërsa është arrestuar edhe nëna e tij e dyshuar për pengimin e policisë. Por pse nuk u parandalua më herët një ngjarje e tillë në Ferizaj, kur personi tashmë dihej që kishte probleme të tilla? Këtë çështje dhe detaje tjera rreth kësaj ngjarje i diskutoj me kolegun tim gazetar Faton Mehmeti që e kam në një lidhje direkte. Zotri Mehmeti, gjithmonë kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Kënaqësia ime kroni, përshëndetje. Përshëndetje për ty, përshëndetje për qytetarët e Ferizajt dhe nëse ka mundësi për gjithë qytetarët e qyteteve tjera të Kosovës na tregoni realisht se çfarë ka ndodhur në Ferizaj dhe cilat ishin dinamikat e ngjarjes, çfarë ndodhi aty, kur ndodhi dhe si ndodhi. Po, ngjarja ka ndodhur ditën e premte diku në mëngjes, për rreth orës 7:30, diku ku personi tashmë në fjalë me rroba ushtarake, sipas informacione, ka dalë në sheshin e Ferizajt dhe ka godit 2 persona afër postës qendrore dhe me njëherë është largu, pra i ka godit me mjete të forta, me thik, duke i shkaktuar plagë të rënda dhe pastaj është largu. Policia me njëherë ka ardhur në ngjarjes dhe e kanë identifikuar personin për shkak se personi në fjalë është i njohur për problematikat që bën në qytet, edhe kanë shkuar për ta mbastisur shtëpinë e tij që gjendet në qytet. Mirë, por nuk e kanë gjetur aty dhe kanë shkuar pastaj tek në fshatin Gremet ku personi është qehur, pra ka shkuar te dajt e vet, ku nëna e tij tashmë ishte atje dhe policia kanë shkuar edhe te dajt tashmë për ta arrestuar. Dhe në momentin kur kanë shkuar personi ka dalë po me mjete të forta me thik, edhe i ka kërcënuar zyrtarët policor. Dhe për një moment ai ka filluar t'i gjuajë me gol dhe në momentin kur policia kanë filluar të afrohen, ai e ka ndyrë veten me benzen duke kërcënuar se do t'i verë flakën dhe gjëra të tilla. Pastaj policia gjatë tentativës për të arrestuar, nëna e tij ka ndërhyrë e cila ka tërhequr zvarr një polec dhe prandaj kjo është nëna vetë dhe është arrestuar për shkak se ka penguar për profesion, jone ka tërhequr ti thua për krahë e ka tërhequr mos ta arrestonte djalin e saj. Po, e qartë. Dhe çështja tjetër, sepse para se të arrinte policia, 2 qytetarë, njëri duke qëndruar afër postës, ndërsa tjetri i cili ka tentuar të vijë në ndihmë këtij tjetrit, janë sulmuar me thik nga i dyshuari. Cila është gjendja e tyre? Janë liruar në shtëpi apo ende qëndrojnë në spital? Të lënduarit. Janë liruar. Persona i pari person ka qenë pra rejtar sigurimi i postës, personi i parë, edhe personi i dytë ka qenë një qytetar i cili ka tentuar pra për ta ndihmuar qytetarin në qytetarin e parë dhe ai ka pësuar po plagë njëjta dhe ka postë gjakdere dhe jashtëzakonisht pa dhe sidomos personi i parë që është sigurim që i postës qendrore në Ferizaj. Mirë, po e vazhdoi dinamikën ku isha duke shpjeguar se si ka ndodhur pra ngjarja ku ka filluar policia ta arrestojë në fshatin në Greme ku tashmë i dyshuari ka shkuar për të strehuar te dajt të gjyqja ku nëna e tij po qëndronte. Dhe 2 policë pastaj janë vërtetuar dhe të dytë i ka qelluar, njëri ka qelluar në qafë dhe tjetrin sipas informacione pra në krah. Dhe të dytë kanë mbetur plagosur, pastaj plagosur edhe policia drejt, pra ka arrit 5 qytetarë gjithsej tip plagos, 3 zyrtarë policisë. Cila është gjendja e zyrtarëve të policisë, sidomos e këtij që është plagosur në qafë, janë ende në trajtim apo janë liruar në shtëpi? Kanë marrë pushim mjekësor, momentalisht duke u rikuperuar në shtëpi, mirë po kanë marrë pushim mjekësor për shkak të plagëve dhe presionit. Cila ishte e kaluara e sulmuesit, sepse nga veprimet që tregon ju nuk duken veprime të cilat e karakterizojnë një person normal. Kishte probleme të shëndetit mendor njeriu? Identifikohet pra një person që ka problem, tash ne kroni përderisa nuk i kem si thuash një vërtetim ose një certifikat zyrtare që ka probleme mendore, atë ne mund të supozojmë bazë të sjelljes të tij që vërtet ka probleme serioze mentale, por ndryshe nuk do t'i bën të gjëra të tilla. Ai është i njohur edhe për veprime të tjera që ka bërë, pra që ka ngacmuar vazhdimisht qytetarë gjatë rrugë, duke shëtitur etj. Pra edhe për organet e rendit është i njohur se është arrestuar edhe më herët. Pra ka është një recidivist i disa veprave, mirë po është fatkeqësi që institucionet pra nuk ose kanë parandaluar një person i cili ka është recidivist, ka vepra
të ndryshme në polici dhe është janë i lirë. Po, a dihet pse është lënë i lirë, sepse zotri Mehmeti, a dihet pse është lënë i lirë, sepse mbase policia ka liruar për të shkuar në trajtime psikologjike, psikologjike e tjera. Apo nuk i keni këto informacionante? Jo, thjesht policia vetëm nga vend mos bëjmë probleme, kaq, mjafton. Besoj që policia e Kosovës ta arreston edhe thotë mos bëmë probleme, të shën të shtëpia. Unë po tregoj për një rast ku kam qenë në emergjencë Ferizaj para një kohësh, është një person i njohur që është pak a shumë i ngjashëm dhe vinte ngacmon edhe pacientët. Aty erdhi policia arrestuan, mas 10 minuta i njëjti u kthy prapë. Pra, edhe të njëjtë policia dhe i thonë çka ka thonë, hajde mos bëjmë probleme shkoj shpejt. Pra, kaç ka mjaftuar dhe kanë liru. Pra, sepse nuk kanë situash një lloj doraco ku policia se si veprohet në raste të tilla. Edhe me fut para burgim prapë i njëjti është. Po. Ajo që hallka që mungon në këtë rast është hallka zinxhirore se këta persona duhet të keni qendër vërtet rehabilituese, se është vetëm një qendër nështime ku dërgohen persona që kanë vërtet probleme trona mentale, mirë po atje nuk është se marrin ndonjë shërim për t'u rikthyer prapë në jetë. Pra, këta persona kanë nevojë për një lloj terapie për t'u rikthyer prapë në gjendje normale, jo për t'u izoluar. Sepse këta zakonisht izolohen dhe nuk është se bën ndonjë tentativë për të rikthyer në një gjendje normale. Dhe fatkeqësisht shumë herë kemi biseduar për persona të tillë, pra të cilët nuk kanë ndonjë qendër trajtimi adekuate. Zotri Mehmeti, shpresoj që për ngjarje më pozitive të flasim në të ardhmen. Pjesa e mirë e këtij lajmi është se nuk kemi viktima, urojmë që të gjithë të lënduarit të rikthehen sa më shpejt në përditshmërinë e tyre. E gjithashtu ne të takohemi për çështje tjera këtu në studio, zotri Mehmeti. Kënaqësi. Patjetër. Ju dëshiroj javë të mbarë, shpresoj që në studio herën tjetër. Mirë, faleminderit. Besoj që do të jemi në studio, zotri Mehmeti, sepse kjo javë, po java e kaluar në fakt është shumë dinamike dhe ne kemi parë që gjithmonë me ngritjen e temperaturave, diçka që një pyetje do të doja të shtoj, sikurse rritën edhe aktivitetet kriminale, e kanë fjalën krimet e rënda, si që janë vrasje, tentimvrasje dhe gjëra të tilla, përderisa është një qetësi shumë e madhe në muajt e parë të vitit, pastaj me ngrohjen e temperaturave, me njerë fillon edhe kjo. Sepse rritet edhe adrenalina e njerëzve. Pra, me ngritjen e temperaturave ngritet edhe adrenalina e njerëzve dhe duket që janë në një statë më disponueshëm për të bërë edhe krime. Dhe thjesht orë për përdorim më tepër si mjet për treguar muskujt dhe për treguar se to është një lloj kashëllaku që ndër pushtetit edhe kundër njerëzve të zakonshëm. Emët të rrezikshëm për një krim janë treguar në zonën e Kirit në Shkodër, por për këtë çështje do të bisedoj me kolegun tim gazetar Bepin Kolvata. Zotri Mehmeti, është kënaqësi t'ju kisha. Faleminderit shumë, do të shkëputemi dhe shumë shpejt rikthehemi e dalim në Shqipëri. Qëndroni me ne, qëndroni edhe me ne, zotri Mehmeti, shkëputemi shumë shpejt dhe bartemi në Shkodër, atje ku dje mbeti i vrarë 40 vjeçari Aleksandër Koçeku. Cili ishte mëkati i Aleksandër Koçekut? E kuptojmë në vazhdim.